Kryeministri Edi Rama ditën e sotme shfrytëzoi mbledhjen e grupit parlamentar për të ngritur shqetësime mbi klimën politike dhe veprimet e prokurorisë së posaçme, duke i lidhur ato me sfidat që, sipas tij, po ndikojnë në drejtimin e vendit. Ai deklaroi se Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar dhe se shumica duhet të rrisë përqendrimin në objektivin e antarësimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Rama kërkoi më shumë disiplinë të brendshme, vetë korrigjim dhe debat mes deputetëve, por theksoi se në fund të gjithë duhet të përqendrohen në një pikë të vetme. Pas o kohë populli s'kishte parë gjë, se nuk ishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike. Tenxheria e vetme ishte tellalli i qytetit. Sot tellateve të gënjeshtrave dhe bishtave janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë ndonjë haber ditës. Nuk kemi ç'ti bëjmë, as tellahanës madhe që na solli jeta të jetojmë duke qenë në krye të vendit në këtë moment kyç. Në rrezik është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Duhet rrisnim përqendrimin në punët e mëdha e të vogla, të shtojmë forcat dhe për të komunikuar sa më shumë. Të përpiqemi dhe më shumë të vetë korrigjohemi. Jepni idetë tuaja dhe debatojmë së bërshmi se si gjërat duhen bërë më mirë. Por pasi debatojmë dhe ndajmë njëri tjetrin opinione, duhet përqendrohemi në një pikë: Shqipëria në BE në vitin 2030. Në të njëjtën kohë, ai drejtoi kritika të forta ndaj asaj që e cilësoi si zhurmë mediatike dhe si lëvizje të prokurorëve në prag të mandatit të ri të SPAK. Sipas tij, në disa raste janë lëshuar masa arresti që nuk përbëjnë domosdoshmërisht çështje penale ose që mund të hetohen në gjendje të lirë. Rama përmendi rastin e Durrësit, ku sipas tij u pren 10 flet arresti, përfshirë ndaj një punojëseje që përballej me sëmundje të rëndë dhe kishte fëmijë të mitur. Shqipëria në BE nuk është një tjetër etapë e zhvillimit, është histori, dhe pa diskutim nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet që përtej zhurmës përditshme të bombave artizanale që plasin tenxhereve. Ka filluar dhe një lëvizje prokurorësh që janë turrur në garën e mandatit të ardhshëm të SPAK, duke prerë flet arreste me tufa. Në rastin më të mirë që nuk janë fare çështje penale, ndërsa në rastin më të keq hetohen në gjendje të lirë, siç ishte rasti i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që 10 flet të prera nuk u kursye asnjë punojëse model, 5 vite në luftë me kancerin dhe me fëmijë 2 muajsh në gjë, apo duke shpërndar flet thirrje për paraqitjen prokurori me sasinë e biletave të teatrit, deri për absurditetet skajshme, siç është një rast emblematik, ku një ndërtues pa leje, dhe cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar aty brenda një agjencie shtetërore, ka gjetur rrugën e prokurorisë për të kallëzuar shtetin. Prokuroria ka hapur çështje penale për punonjësit e shtetit, që futën agjencinë e shtetit në godinën e ndërtuar pa leje. Me siguri do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Jo, sot do them vetëm një të mitën që kam për të thënë.